Një shkrim i portalit Balkanist bën publike të dhëna shokuese për punëtorët që shkojnë për të punuar në Katar si shtëpiake. Shkrimi mban titullin Mundësi apo skllavëri moderne dhe thekson se Bosnia dhe Maqedonia kanë nënshkruar një marrëveshje problematike me Katarin, e duket se një gjë të tillë do ta bëjë këtë muaj dhe Kosova. Por çfarë i pret punojëset ballkanase kur arrin në vendin e pasur? Katari vazhdon të rekrutojë shtetase të Ballkanit që hasen me probleme të shumta, por politikan nga Bosnia, Kosova dhe Maqedonia nuk i kanë adresuar ato, por i kanë thënë publikut se Katari është një vend i shkëlqyer për të punuar dhe krejtësi sigurt për punëtorët. Punëtorja nënshkruan për një pagë mujore, pasi mbërrin paga i zvoglohet. Ajo nuk mund të largohet nga vendi i punës pa lejen e punëdhënësit, të gjejë banesë, të hap llogari bankare ose të marrë një patente shoferi pa lejen e sponsorit të saj. Ky lloj shfrytëzimi zhvillohet në sistemin kafala ku punëtori është pronë e punëdhënësit. Gjithashtu, nëse e punësuara dëshiron të largohet për shkak të abuzimit fizik apo rrogës së vogël, viza e saj automatikisht bëhet e pavlefshme dhe praktikisht ajo shndërrohet në një person të palishëm, që mund të ballafaqohet edhe me burgim, shkruan Balkanist. Nga Katari raportohen edhe vrasje dhe përdhunime të punësuarave. Zëvendës ministri i punës Fatmir Shurdhaj tha se qeveria kosovare ka bërë përpjekje maksimale për të siguruar se punëtorët e para të arrijnë në Doha në fillim të vitit 2014, ndërsa po negociohen kushtet e punës për to.